Fenomeni i blerjes së stimuluar, si ndihmon organet kompetente në identifikimin dhe vënien përpara ligjit të personave të përfshirë në këto grupet e strukturuara të prodhimit apo shpërndarjes së drogave? Për të provuar që një person ka shitur apo ka bler lëndë narkotike, duhet kemi edhe provën e transaksionit të kryer ndërmjet palëve, që normalisht nëse ky transaksion është kryer ndërmjet dy palëve dhe ti nuk arrin ta provosh në moment, është pak e vështirë dhe në këtë rast përdoret metoda e simulimit, por duhet kemi parasysh që është një vije holl që ndan dhe simulimi duhet jetë i kontrolluar gjithmonë dhe i autorizuar nga prokurori i çështjes. Pra, agenti në mbulim që bën veprimin e simuluar duhet t'i rri strikt procedurës standarde, duhet t'i rri strikt dhe gjithë situatës, pasi duhet kemi parasysh që simulimi dhe rezultati që ai sjell në rast se rezulton gjatë gjykimit që është provokuar një veprim, pra e ka shtyr personin të kryejë një vepër penale, rezultatet nuk do të merren parasysh nga gjykata, pra veprimi do të quhet i pavlefshëm.